A duen lidhur fëmijët e vegjël? Ose mbështjell, thot populli. Unë do t'ju them këtë, që ne kur kemi qenë të vegjël, nëna tona na kanë lidhur, sepse edhe gjyshet tona kështu kanë vepruar, do me thënë para artësit tonë. Pastaj, mjekët thanë që në qoftë se fëmijët i lini të lirshëm, edhe kur flejnë rriten më mirë, ju forcohet më shumë muskulatura, nuk pësojnë deformime këmbët e të tjera si këto, gjumi bëhet më i sigurt, edhe të gjitha këto bën që të dilnin direktivat që fëmia duhet të lënë i lirshëm. Do me thënë, sa po vjen në shtëpi të vishet me ato bandit, me tuta, me gjëra, do me thënë të mos mbështillen. Mirë po, kohët e fundit është vënë re nga studimet që kanë bërë mjekët, është vënë re që fëmia duhet lidhur. Pse duhet lidhur fëmia? Sepse bën një gjumë më të rehatshëm. Fëmijët e vegjël lindin me një refleks që quhet refleksi Moro. Ky refleksi juve nënat që kanë fëmijë të vogël e din këtë gjë, që në qoftë se keni fëmijë në krah edhe tentoni për ta shtrirë në krevat, ai kur ndryshon pozicionin me shpejtësi, hap duart edhe ngre këmbët. Ky është refleksi Moro. Kjo ndodh për arsye se fëmia trembet nga ndryshimet e pozicionit, nuk arrin dot të mbajë ekuilibrin edhe nuk orientohet. Prandaj duhet me shumë kujdes ta ktheni një herë mbrapsht, pastaj kur vini afër krevatit ta ktheni përsëri me kurizin poshtë. Do me thënë, ky refleksi Moro, në qoftë se fëmia është i lirshëm dhe është duke fjetë në një moment të caktuar që do të ndrojë pozicionin, i shfaqet ky refleks dhe kjo i bën që të zgjohet nga gjumi, sepse trembet, thot nëna u tremb për një herë në gjumë, trembet pikërisht për këto lëvizjet e papritura. Ndërsa kur fëmia është i lidhur, nuk ndodh sepse duart edhe këmbët i ka që nuk lëvizin. Dhe si duhet mbështjell fëmia? Tani për shembull që është verë duhet me një mbështjellse pa mbuku, të hollë. Në dimër duhet pak më e plot, mund të jetë edhe e lesht ose e trikotuar, pak e plot, por e rëndësishme është që koka dhe fytyra e fëmijës do me thënë të jenë jashtë. Të mbështjellë duart në qoftë se futen 4 gishta brenda, jo të shtëngohet fort në mënyrë që të ketë mundësi fëmia të marrë frymë krahërori të lëviz, dhe ajo që është më e rëndësishmja është që nga mesi e poshtë, do me thënë këmbët, edhe legeni, bacini, duhet të jenë, nuk duhet të mbështillen, nuk duhet të shtrëngohen. Pse nuk duhet të shtrëngohet mesi? E para se këmbët lëvizin lirisht dhe fëmia ka nevojë të lëvizi, forcohet më shumë muskulatura, por ajo që është më rëndësishme është se fëmijët, kur lindin, nuk e kanë të forcuar këtë artikulacionin koksofemoral, që është këtu tek legeni, nuk është e futur koka e femurit në artikulacion. Dhe në qoftë se ju i lidhni fëmijët, ajo mund të dalë nga artikulacioni edhe ndodhin ato që juve e dini çalimet, sepse në qoftë se zbuloni që në vitin e parë, fëmia do ketë shumë probleme. Prandaj këmbët duhen lënë të lira, ndërsa sipër duhet mbledhur derisa të futen gishtat dhe koka edhe fytyra jashtë. Sa duhet mbajtur fëmia i lidhur? Rekomandohet, për këtë ka mendime të ndryshme. Një pjesë thonë që 2 muajt e parë është mirë të mbahet i lidhur, pastaj mund ta vishni me tuta ose me atë thesin e gjyshes që quhet, që mund t'ju flas më vonë. Ndërsa disa të tjerë thonë deri në muajin e 8, se në muajin e 8 fëmia fillon, në muajin e 3-4 ai fillon të rrotullohet, edhe derisa të rrotullohet fëmia, duhet patjetër për të qenë i sigurt, se mos duke qenë i lidhur rrotullohet edhe i shkon hunda dhe goja i bllokohen atje në dyshekun e krevatit të tij, mund të ndodhin të papritura të rrezikshme, prandaj është mirë që fëmia kur fillon, nëna e kontrollon, e shikon që fëmia ka filluar, tenton të rrotullohet, duhet t'ja heqi këtë mbështjellsen edhe ta veshi me tuta. Ndërsa disa të tjerë thonë deri në vitin e parë mund të jetë i sigurt, 8 muaj ose vitin e parë mund të jetë i sigurt edhe të mbështillet.